Besa ka qenë e trajtuar keq. Besën e kam përnuar. Kam bërë dhe video. Po. I dërgoni nëmër familjar. Ndërkohë që ky personi që ka qenë Besa im, sot që unë dhutja dias për drejtësim. Po s'mori masa tani edhe shteti, i bie tani të marrin masa vetë familjarët. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mjafton të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim unë do hap dritaren për një xhaxha i cili do denoncoj të dashurin e Mbesës. Pasi Mbesa e tij u largua nga i dashuri pas një viti bashkëtesë, sepse e shfrytëzonte dhe e ka bërë dhe përdoruse të lëndëve narkotike. Po largimi i saj në drejtim të paditur për 5 ditë vuri në alarm gjithë familjen dhe policinë e zonës ku 17 vjeçaria i jetonte. Ajo u gjet pas 5 ditëve në një gjendje shumë të rënduar psikologjike dhe mbi 17 vjeçaren ishte abuzuar seksualisht. Por çfarë ka ndodhur në të gjithë këtë histori që është goxha e rëndë, do të jetë xhaxhai i saj, i cili ditën e sotme kërkon të denoncojë, të përmendi emra dhe të bëjë thirrje për policinë të marrë masa. Kështu që hap dritaren dhe ftoj Sajmirin. Sajmir, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Elbasan. Jetoni në Elbasan? Po. Okej. Në zonat e Elbasan. E qartë. I dashur Sajmir, sot imazhi juaj është i mbuluar me kërkesën tuaj sepse ju keni një denoncim për të bërë dhe kjo lidhet me Mbesën tuaj 17 vjeçare. Po. Është vërtet. Mund të më tregosh çfarë ka ndodhur me Mbesën tënde, që je kaq i irrituar dhe kaq i mërzitur? Po, jam shumë keq, me thënë drejtën, edhe çështje psikologjikare çdo gjë, si nga ana ime, si nga ana familjare. Mbesa i rëndëton të faktikisht me një person, me këtë Regjino Ruçi, nga Elbasani. Bashkëjetonte, nuk e di shumë mirë se sa kohë, po jetonte sa muaj, një vit, 2 vjet, diçka tjetër. Edhe ka ndodhur, nuk e di si çka ka ndodhur mes tyre. Edhe Mbesa është larguar, ka qenë për prej 5 ditëve, ka qenë e humbur, e kemi deklaruar edhe në policinë e Greqisë. Që është e humbur, nuk e di se ku ishte. Ndërkohë që ky personi që ka qenë Mbesa im, e dinte në siguri, po bënte sikur nuk dinte se ku ishte. Edhe ndërkohë e ka gjetur policia mas 5 ditësh. Ku e ka gjetur Mbesën? E ka gjetur diku në një zonë të Katerinës në Selanik. Në Greqi, pra... Ndërkohë që në Greqi, po. Sajmir, do të bëj dhe pyetje për ta kuptuar më qartë historinë. Pra ju po më tregoni që Mbesa juaj ka pasur një bashkëtesë, le të themi. Po, një bashkëtesë. Dhe është larguar nga bashkëtuesi i saj dhe ka qenë e zhdukur 5 ditë për familjarët. Ka qenë për 5 ditësh ka qenë e humbur. Ka qenë ndërkohë që ka qenë bashkëshor, në pjasit mund ta quajë dashurin e vet. Ka qenë bashkë atë ditë, ndërkohë kishin dalë për kafe, edhe është çuar Mbesa për të blerë diçka, nga ai moment nuk është gjendur më. Për 5 ditësh. Edhe ky tente sikur nuk e dinte. Nuk e di se çfarë shoksh ishte. Edhe nuk e di, Mbesa ka qenë e trajtuar keq. Mbesën e kam përgënuar. Sa tipash, edhe i kam bërë dhe video. Po dalë se ngjarja që nga shumë e rëndë. Sajmir, ngjarja që nga shumë e rëndë, nga çfarë ju më komunikuat mbrëmjen e djeshme. Vajzën e kanë përdhunuar? E kanë përdhunuar, po. Wow. I kam bërë dhe video. Po kur ka ndodhur kjo ngjarje? Para sa kohësh? Ka rreth një 2 javë, 3 javë maksimumi. Brenda muajit nëntor. Për para 2 javëve është abuzuar dhe kush ka qenë personi që ka abuzuar mbi Mbesën? Nuk e di me siguri, po janë ca tipa, akoma nuk e ka marrë vesh, akoma s'e kush janë. Kurse ky djali që ka bashkëtuar Mbesa ime, ky di shumë mirë me fjalë, çdo njëri di se kush e ka bërë, se ky ka dhe video dhe fotografi, edhe na ka qenë për telefona, na merr, na çon fotografi edhe familjarëve të mbi shoqërisë.
i çon në video, fotografi, ja ju s'beni asnjë gjë, e keni dorë ngocën kështu, kupton? Edhe tallet më kemi. Vika shumë keq, kemi të bëjmë me një 17 vjeçare që ende nuk ka mbushur 18 vjeç dhe përpara 2 jave ajo që ka abuzuar seksualisht nga persona të panjohur në Greqi. I dashur Sajmir, unë dua të pyes, aq sa mundesh ti të dish dhe aq sa Mbesa të ka rrëfyer. Mbesa juaj para sa kohësh e ka njohur të dashurin e saj, para sa kohësh? Ti nuk e di me siguri, se s'kam pasur për rreth një viti. Pra, ajo ka qenë vetëm 16 vjeç kur u njoh me të dashurin e saj. Ata janë njohur në Greqi? Në Greqi. Në Selanik? Janë në Selanik, po. Janë njohur nga dikush tjetër, si ta them me shpresë, nga një person tjetër që është futur si tip lajsnim. Me njëftën nga 2 prapë, me fjallë, edhe nga Mbesa, edhe nga njeriu tjetër, zjarë. Por Mbesa juaj në Selanik me kë jetonte? Shkonte, jetonte me familjarët të djalit, edhe me djalin. Jo, por... Shkonte, vinte, prapse edhe kam vllaj në Verje, të Selanikut, edhe është me familja atje. Pra, Mbesa ka jetuar... Edhe shkote njërë, po. Mbesa ka jetuar me babajnë, me nënën, me familjen e saj në zonë afër Selanikut. Po. Dhe në 2024... Me babajnë, me nënën, me vllajnë. Po, dhe në 2024 unë njoh me këtë person po nga Elbasani. Po nga Elbasani, po. Ata e nisën bashkëtesën, le të themin, po në 2024, sa bashkëtuan, sa qëndruan bashk? Besoj se rreth një vit. Por, përgjatë këtij një viti, çfarë kishte komunikuar Mbesa me nënën, me babajnë, çfarë kishte treguar? Më ka treguar Mbesa që merrte gjëra kështu narkotike, edhe nuk e di, merrte le nga shtëpia, vente takonte njerëz, i kanë dhënë dhe Mbesës time drogë. Nuk e di, shumë gjëra, nuk e marr me mend, nuk e di. Pra, personi që njohu Mbesa juaj ka qenë i përdorues i lëndëve narkotike dhe dashur pa dashur dhe Mbesa juaj u bë përdoruese. Po, u bë përdoruese, po. Por vllai juaj, se ju e keni vajzën e vllajt, vllai juaj, a e njihte familjen e Regjino Ruçit? Po, e njihte, shumë mirë. Por ata çfarë kanë treguar për vajzën në fjalë? Se ajo vajti jetonte me ata? Kanë si gjithë njerëzit që lidhen, a kupton, kanë qenë fillim fare, kanë qenë në rregull. Ndërkohë, në kohët e fundit, edhe se vllai nuk i ka pasur shumë mundësit me shkuar, me takuar shpesh me vajzën, vetëm kur e kishte që vinte në shtëpi, po vajza dhe nuk i thoshte gjë nga Afrika. Shumë gjëra, babait vet. Por është dhunuar nga partneri i saj Mbesa? Këtë më siguri nuk e di, me thënë drejtë. Nuk e di dhe është dhunuar apo jo. Po di që i ka dhënë drogë me zor. Se Mbesa ime nuk është përdoruese, as nuk e njeh fare se çfarë janë drograt e gjëra. Por përgjatë këtij një viti, erdhi një moment që e vendosi të shkëputesh nga partneri i saj. Po. Dhe kjo ndodhi në nëntorin e këtij viti. Po, në nëntor. Mund të më tregoni si humbët ju kontaktet me Mbesën dhe si arritët ta gjenit? Atëherë, kisha folur me konatën, edhe me merr telefon, me thotë që kështu ka humbur, e kanë rrëmbyer vajzën. Por ajo ishte me partnerin? Ajo ishte me partnerin? Mos ja vllajt. Po. Edhe interesohem, më në kush e ka rrëmbyer, kush në ndekteja, më thotë nuk e di se çka është ngatruar i dashur i saj, edhe nuk e di çfarë shoqërie ka, edhe e kanë marrur ata, njerëzit atyre, shokët atyre. Se nuk e di se edhe ky, se unë personalisht nuk e njoh të djalin, që bashkëton me Mbesa, edhe nuk e di se çfarë tipi ishte, kupton. Edhe nuk jam interesuar shumë, sepse kisha vllajën e ditë vetë si familjar që është. E qartë, e kuptoj. Por nuk e di me që ishtë ngatruar djalin fjalë.
I dashur Sajmir, por momentin që vajza humbi, pra Mbesa u largua, besoj që vllai juaj me njerë ka kontaktuar të dashurin e vajzës, Regjinon, ai çfarë i ka treguar? Domethënë, si i kishte Atëherë, ka kontaktuar njerëzit të tyre, familjarët të tyre. Po. Edhe në faktikisht te familjarët e djalit ka kontaktuar me gjithë djali, kanë kontaktuar vllain tim. Edhe i ka thënë që ka humbur vajza jote. Ai është interesuar vllai, ka vënë në polici, ka bërë edhe denoncim, edhe ka dalë edhe ke njerëzit të humbur këtu në Greqi, pra i ditë sa ishte. Edhe njerëzit e djalit thoshin, flisin telefon me vllain, me nusën e vllait që e kanë marrë ca harixhi, ca dorezez, kupton diçka e tillë. E marrin telefon e kërcënojnë, i thoshin vajzës që hajde dil tu, dil atje, ke numrin e telefonit vajzës. Se telefonin e vajzës e kishin vetë këto familjarët e djalit, edhe djali. Por vetë djali çfarë ka deklaruar? Ka qenë në praninë e saj kur ajo ka ikur, e kanë rrëmbyer, sepse ata e deklaruan që e rrëmbyen, por pan gjë këta njerëz apo thjesht dyshime? Po thoshin që nuk pa asgjë nga iko, ishim ul me një kafe, doli për bledi diçka vajza dhe që në atë moment vajza nuk u kthyer me fare. Këtë na tregoi djali. Edhe pastaj merrte telefonata nga të ndryshëm njerëz që i thoshin që hajde dil këtu, i thoshin ke telefoni vajzës, dil këtu, dil atje, të vit marë, diçka tillë, të gjërash ndodhishin. Ndërkohë që nuk tregoshin asnjë gjë, as familjarët nuk tregoshin asnjë gjë se kush ishin këto persona, edhe ndërkohë që i dishin se kush ishin. Por pse e dyshon ti që largimi i Mbesës tënde, humbja e saj për 5 ditë, Regjino, partneri i saj, ka qenë informuar? Dyshoj, ose dyshoj, po është me siguri, sepse ndërkohë që djali ka video, tillash videosh, fotografi, gjëra, nga kush i ka marrë, nga këto persona që janë bërë, nga shokët e vet. Nga shokët e vet. Pra, njerëz që njeh. Ti dyshon që Mbesën tuaj e morën shokët e partnerit të saj, të dashurit të saj? Po. Shokët. Me shokët që është ngatruar ky për punë droge, nuk e di diçka tillë, për punë se kishte edhe borxhe që merrte drogë, pinte drogë. Diçka kështu ka qenë historia. Është e frikshme, është e tmerrshme realisht nëse vërtet është historia kështu që ai ka mbetur peng personave për para, për shkak të përdorimit të lëndëve narkotike dhe ka dorëzuar Mbesën tuaj. Është të vësh duart në kokë, sinqerisht, flasim për një 17 vjeçare që ende nuk ka mbushur 18 vjeç Sajmir. Por menjëherë familjarët denoncuan në polici, pas kanë shkuar tek emisioni Denoncuan në polici, po, kanë shkuar në Shqipëri, ke vendlindja ku janë me këtë vajzës. Edhe ka vajt me bëtë denoncim, i kanë thënë në polici që ne nuk na takon të bëjmë denoncim këtuja, të bëjmë në Greqi. Po në Greqi e kemi bërë, kishte thënë. Po këtu në Shqipëri pse mos e bëjmë, ajo është shqiptar. Nese pas nese ai do të Shqipëri, prapë. Është habishme që mos bëhet denoncim në Shqipëri. Marrin masat. Por nuk e di, nuk e leju me bërë denoncim. Nuk arriti do të bënte denoncim në zonën e Elbasanit, ku është vendlindja juaj. Po. I dashur Sajmir, një javë kërkime dhe si u arrit të gjendej Mbesa juaj, kush e gjeti? E gjeti policia. Policia greke. Konkretisht ku? Sa larg Selanikut? Rreth një 20 minuta, gjysore dhe Selanikut. Por si e gjeti? Kishte qenë me ndërkohë që kisha bërë sa telefonata me ca njerëz që njihsha, me ca shok, edhe me sa duket i ka vajtur fjala në vesh njerëzve, edhe e kanë lëshuar vajzën. E kanë lënë diku ke stacion autobusi, stacion treni, diçka tillë, nuk e di se ku është gjetur policia. Edhe që në atë moment e mori policia, e mori në pyetje çdo gjë. Edhe në atë moment pastaj e dërgojnë për shtëpi, e morën familjarë, çon në shtëpi. Policia e gjeti në rrugë, po më tregon. Po.
në rrugë. Dhe ju gjithë dishoni se persona që e kishin rrëmbyer dhe e shfrytëzonin besën tuaj u trembën kur u bë mediatik rasti në Greqi dhe kur policia nisi kërkimet. Ata e lanë të lirë. Po. Ndërkohë që dolin në për televizione, në për rrjetet sociale që kërkosh, ndërkohë në ato momente mbrapa një ditë, 2 ditësh e kanë lënë besën. Në momentin që Besa ka ardhur në shtëpi, çfarë ka treguar? Ka treguar që e kanë përdhunuar njerëz që nuk i njihshin, nuk i njihte fare se kush ishin, o merrshin me drogë, i kishin nxjerrur me shitur drogë rrugëve. Për këta kanë qenë shumë persona. Edhe në djeni ka qenë dhe djali dhe djeni. Kanë qenë shumë persona. Sepse djali ka pas komunikime me njerëzit që ka qenë Besa, që kanë rëmbyer, nuk e di çfarë është bërë. Edhe sepse i kanë dërguar shumë fotografi, shumë video, ndërkohë që abuzoshin besën time. Por si tani Sajmir, është shumë e rëndë, Sajmir është shumë e rëndë. Ju dispononi video kur persona të rritur abuzojnë mbi besën tuaj? Po. Kam video se mi kanë dërguar, edhe mua e kanë dërguar familjarëve të mi, kanë dërguar njerëzve, shokëve, shoqërisë, shumë njerëzve. Ka hapur dhe adresa fake, duke shfrytzuar fotografi, duke shkruar budalliqet, kotat, budalliqe ma të këqija që mund ndodhin. Shumë gjëra. Por Mbesa... Duke na kërcënuar prapë. Mbesa nuk arrin dot i identifikoj këta persona? Mbesa për momentin është në Shqipëri dhe është shumë, si ta them, e trullosur nga mendja. Edhe unë si Xhaxha, për shembull, nuk mund t'i flasë shumë gjëra, sepse është femër normal. Edhe çat dhenash ka marrë nga familjarët e tyre. Që më kanë treguar. Dhe kjo ngjarje ka ndodhur vetëm përpara 2 javëve. Po, para 2 javësh. I dashur Sajmir, unë e kuptoj që Mbesa juaj nga gjendja psikologjike mund jetë shumë e rënduar për të gjithë atë që i ka ndodhur. Është e kuptueshme, e theksoj, është vetëm 17 vjeç, është ende fëmijë, e pa rritur dhe me atë që ka kaluar është goxha e rëndë dhe ajo që ju këshilloj është që ajo të trajtohet me një psikolog është shumë e rëndësishme për këtë situatë të cilën ndodhet. Pra, vllai juaj t'ja bërë mundësin, t'japi mundësin aty në Elbasan me një psikolog, sepse ajo e ka të nevojshme. Por Mbesa e ka treguar momentin si është shkëputur nga i dashuri saj. E ka treguar? Besoj se e ka treguar, se edhe ona po bëj pak ditë pa folur, që ndërkohë që është në Shqipëri dhe nuk kam pas komunikim. Edhe unë se kam pas dhe unë ca problemet e mija dhe nuk kanë qenë ndjenimi tjetë që të marrë shumë dhenash. Ju keni kontakte me Mbesën? Flisni me Mbesën tuaj? Po, flasë. Çfarë të ka thënë? Si është gjendja e saj? Momentalisht ne flasim të dy. Unë flasë me Mbesën, ajo është shumë e hutuar. Çaj flasë, ai thotë po, mirë. Nuk ka ndonjë ndryshim, kupton, nuk që të ketë stabilitet si që ka qenë përpara, është shumë e hutuar, shumë e tronditur. Shumë e tronditur. Për partnerin e saj, Regjino Ruçi, çfarë tregon? Që nuk e ka trajtuar mirë, me çante andi, me çante këti, nuk e di, ikshë nga shtëpia, vonë, natën ikshin bashkë. Shumë gjëra, taksi. Por vllai juaj Sajmir, çfarë ju ka treguar? Se besoj babai është ai që, le të themi, ka bërë kërkimet dhe ka mësuar gjithçka mbi vajzën dhe ndoshta së bashku me gruan e tij, pra me kunatën tuaj Sajmir, kanë folur me Mbesën dhe ajo mund t'ja ketë shpjeguar situatën. Ajo u largua nga Regjino dhe u rrëmbye vërtet nga këta persona, apo ishte vetë partneri që e nxori, le të themi, në prit që këta persona ta merrnin? Në ato kohë që kishin dalur bashkë, nuk e di se kush e priste, kush e mori me zor në makinë atë ditë. Edhe
nga hiqi asnjë gjë, domethënë që ndërkohë që ishim bashkë edhe dava 5 minutash që iku diku me ble diçka, ishte pa logjikshme, kupton? Nuk ka mundësi që të humi me syve gjithë ato njerëz ku ishin ke kafja, ato kamera që ishin. Edhe nuk besoj që tjetë është diçka që ka vënë dorë dikush, kupton, që ka nxjerrë. Se nuk ka mundësi ndryshe, nuk shpjegohet ndryshe, edhe djali mos t'i interesohet se ku është, ku s'është, nga iku, nga siku, i bi çik si kështuja, pa logjikshme. Djali ishte në ato, se nuk është dhe djali është i vogël, djali është burr 28 vjeç, nuk është i vogël. Që mos kuptoj, mos bëj diçka për shembull për partnerën e vet. A kupton? Por ato do thotë që edhe ky ka gisht me këtë, ka dorë me këtë gjë. Për hallet e veta. Por ato video dhe foto të mbesës, juve kush ua dërgoi, i dashur i saj apo persona të panjohur? I dashur na dërgon gjithmonë. Por si ua dërgoi? Që persona të panjohur nuk dërgon. Por do? Si ua dërgoi? Domethënë pasi ishte ndarë me mbesën tuaj u nisi? Po. Masi mor vesh që mbesa ka ikur në Shqipëri. Edhe pastaj ka filluar dërgoj familjarëve të mi, njerëzve xhaxhallarëve të mbesës, video, nudo, fotografi, edhe presiona për telefona. Janë çdo gjë janë me fakte. Rrjetet sociale ka hapur shumë, ndërkohë Facebook, Instagram, TikTok, duke shfrytzuar fotografi, duke sharna për fotografi, për mbesën, për familjar, për njerëz të tjerë. Por pse video dhe fotot janë bërë publike? Janë bërë publike, po. Janë bërë publike. Dhe i ka bërë i dashur i saj? I dashur i saj, po. Por për çfarë i ka bërë ai këto gjëra? Nuk e di. As vetë nuk e di për çfarë arsye i ka bërë. Nuk e di. Pas gjithë kësaj. Ndërkohë që i kanë folur edhe familjarët, i kanë thënë fshi këto që janë këto gjëra që po bën, do të çojmë polici. Ju s'jeni interesit, ju s'interesoni fare, i merr këtë me llafe më të këqija, janë çdo gjë me fakte, nga vetë personi. Nga vetë personi. Pse hakmerret ai tashmë me mbesën tuaj, se këtë s'po kuptoj. Nuk e di për çfarë është arsyeja, nuk e di. Nuk e di çfarë është arsyeja, për çfarë hakmerret. As vetë nuk e kam kuptuar akoma. Për çfarë hakmerret. Ndërkohë që e mbesa iku, e la, ka kjo gjë, nuk e di. Pra ka qenë mbesa ajo, le të themi që u largua pas gjithë sa ngjarje që ndodhi. Pas ndodhi gjithë kjo ngjarja, ka ikur mbesa, e ka marrë. Ndërkohë në momentin që është gjetur nga policia greke, në atë kohë është këputur fare me familjarët e tyre dhe me atë që bashkëtonte. Djali në fjalë që bashkëtonte e ka kërkuar që të rikthehet? Nuk e ka kërkuar, me thënë drejt, nuk e di, kërkon se kërkon, po nuk e di për çfarë i bën këto gjëra, për çfarë arsye, ndërkohë që ka ikur, i ka ardhur i natë, pse iku, edhe bën këto gjëra. Diçka është tani. Se nuk sqarohesh dot, as me familjarët e tyre nuk sqarohesh dot, as me tëmën, as me vetë person nuk sqarohesh dot, sepse ka një gojë të keqe, që nuk sqarohesh dot si njerëz. Nuk sqarohesh dot. Dhe këtu desha të ndalesh asaj mirë, sepse ky djali 28 vjeçar, që ju po e denonconi që jo vetëm e ka shfrytzuar mbesën tuaj, por edhe sot vazhdon ta kërcënojë dhe pse ata janë ndarë, ky ka një nënë dhe një baba, ata prindër. Çfarë përgjigje i kanë dhënë vllait tënd për vajzën? Ata prindër që ka nuk e di, s'kam parë në jetën time tillë shprindër. Mbështesin djalin në çdo lloj gjë, mund ta mbështesin për gjëra suksesshme, jo për gjëra budalli që të mbështesin djalin. Tani fillon shane vërtet me familjarët e mi, kot pa lidhje fare. Nuk e di si çfarë prindësh janë. Nuk e kuptoj fare. Çfarë prindë, vetë edhe bën dhe denoncim se kot pa lidhje fare. Nuk e di. Edhe janë gabime dhe pendet denoncim, që nuk kanë asnjë lloj lidhje me këtë pjesë. Se këta prindër kanë mbajtur mbesën tuaj në shtëpi për një vit.
Dhe sido që të jetë, një nën arrin ta kuptoj djalin dhe të dashurën nëse janë përdorus të lëndëve narkotike, sjelljet e tyre janë të qarta për të kuptuar që janë përdorus të drograve të ndryshme. Domethënë, ata nuk kanë asnjë lloj përgjegjësie që kur vajza humbi dhe gjithë këto gjëra që i pas kanë ndodhur? Ata nuk mbajnë asnjë lloj përgjegjësie, ndërkohë që akuzon gjithmonë nuk e di për çfarë arsye, ndërkohë që djali i tyre është në borxh, ndërkohë që merr lëndë narkotike, edhe kur flet me familjarët e vajzës e akuzojnë që sikur vajza tani ka vjedhur në shtëpi këtyre, edhe vërtet ishte kjo gjë që vajzat kishe vjedhur në shtëpi, nuk është nevojë të hapësh fotografi apo video dërgosh nëpër familjar. Mënyra më e thjeshtë, shko vetë denoncim. Kjo është e gjitha, ndërkohë që ti e ke pasur në shtëpi, vajzën, kupton? Por pse? Nuk është e nevojshme. Nëna dhe babai i të dashurit akuzojnë besën tuaj 17 vjeçare që ajo përpara se të ikte i ka vjedhur, por çfarë i ka vjedhur sipas tyre? Ashtu i thot i ka vjedhur në shtëpi lek, i ka vjedhur florigje. Nuk e di, ndërkohë që ka tani një vit, tani që u largu vajza të thonë këto fjalë. Se si tha më përpara këto fjalë? Që ndërkohë që vajza kishte një vit. Nuk e di, është diçka pasqapitur, nuk e di, jam shumë kështu janë. Nuk e di se çfarë familjarësh janë, çfarë nënë, çfarë babai është. Për çfarë kanë denoncuar në besën tuaj? Për pjesën e vjedhjeve, të parave dhe florinjve? Nuk ka denoncuar familjar tani, sikur nuk e di se çfarë është bërë tjetër me diçka, një fotografi të vajzës vetë. Edhe atyre nuk e di, se nga ana pjesë familjarëve të mi nuk kanë ndodhur diçka të tillë që të kenë bërë, sepse unë flas rregullisht edhe i di shumë mirë gjëra, edhe i kam thënë që le të bëjnë ata fotografi, le të ngarkojnë në rrjetet sociale, ju s'keni punë. Edhe tani nuk e di se kush është bërë, tani e kanë bërë për vetë si person, se ka bërë shumë gjëra si person vetë, të duket gjë sikur s'është ai, ka ngarkuar një video të vajzës vetë, nuk e di edhe çfarë budalliqesh kanë thënë për vajzën. Sa mirë, pra ideja është kjo. Edhe kanë bërë denoncim ata. Ideja është kjo që me qënë se Regjino, i dashuri i besës tuaj, ka postuar fotot dhe videot kur ajo është abuzuar seksualisht nga persona të panjohur në Greqi, dhe ata tani pretendojnë se videoa e vajzës së tyre, e motrës së tij më saktë, është hedhur nga vllai juaj. Po, është hedhur nga Nietzsche, nga vllai, që është diçka që nuk ka ndodhur fare kjo gjë. Nuk është një shumë më sigurt kjo gjë që nuk ka ndodhur nga ana jonë kjo gjë. Nuk ka ndodhur. Dhe unë uroj që ju mos ta ktheni me të njëjtën monedhë, sepse nuk zgjidhen kështu gjërat, pavarësisht se me mbesën tuaj historia që nga goxha e dhimbshme. I dashur Sajmir, përpara se të ndodhte kjo pjesë e videove që tashmë akuzojnë dhe vllain tuaj, nipin tuaj që edhe ata po postojnë foto dhe video në rrjetet sociale për të degeneruar familjet, se janë shumë të rënda këto, sinqerisht, ka mundur ndonjëherë vllai juaj të shkojë si një burr dhe të flasi me babain e të dashurit të vajzës? Sepse ata e kanë ditur që janë përdorues të lëndëve narkotike. Dhe një përdorues i lëndëve narkotike mund të arrijë dhe në pikën ku kanë arritur. Po, është vërtet. Çfarë kanë thënë të rriturit, flasin prindrit? Vllai nuk ka shkuar asnjëherë sepse arsyeja ja ka lënë në shtetin dorë, ndërkohë që ka bërë denoncimin, edhe nuk është ngatruar me. Na për telefona kanë folur, po ata nuk sqaron as na për telefona jo. Nuk sqaron fare, se fillojnë e shajnë për të pasin çdo gjë. Edhe nuk ka shkuar vllai ndërkohë ke familjarët e tyre. Kanë folur nëpër telefona deri aty ja, se ndërkohë që është bërë denoncimi, edhe kanë lënë gjërat më aty, i ka thënë dhe shteti s'keni punë fare me njerëzit, do merremi ne me këtë punë. Ka kjo gjë, vllai nuk ka ndërhyrë me këtë pjesë. E ka lënë shtetit për momentin. Është qartë, pra nuk kanë mundur që të flasin dhe të sqarojnë dhe të shpjegojnë për këtë situatë si prindër që janë të rritur dhe të menaxhojnë fëmijët që
mund të hyjë në rrugën e gabuar. Sa i mirë, por mirë, dua të ndalem pak tek momenti kur mbesa juaj u gjet nga policia pas një jave që ajo ishte zhdukur. Ajo u gjet në rrugë e vetme, por ka treguar në polici vendin se ku ishte mbajtur, ishte strehuar ku, në një banesë, në hotel, ku e kishin mbajtur vajzën? Vajzën e ka mbajtur në një banesë, po mbesa nuk e dinte me saktësi se ku ishte, sepse vajza nuk e njeh zonën andena e kishin çuar. Edhe nuk e dinte me saktësisht, po çdo gjë që ka përjetuar ja ka thënë gjitha policisë. Ja ka thënë gjitha. Çdo pyetje që i kanë bërë dhe policia ka thënë gjitha, si ka ndodhur edhe ngjarja. Çdo gjë. Është abuzuar nga një apo shumë persona? Nga shumë persona. Nga shumë persona. Të mërshme. Janë dhe me video, që i dërgojnë dhe me video. I dërgojnë i dashurit. Dërgojnë për familjar. Çdo njeri, nuk ka lënë njeri pa dërguar. Kanë filluar njerëzit për marrë në telefon, që janë për gjëra që bëhen, se na i dërgojnë, se hapa adresa fake me emër familjarëve mi. Kupton? Edhe njerëzit familjarë të tjerë kuptojnë se jemi vetë ne që i dërgojmë për gjëra. Edhe na marrin telefon. E turpshme. Për ditë. Sa e turpshme dhe sa e dhimbshme për atë 17 vjeçare, për atë që i ka ndodhur përpara 2 jave. Sa mirë. Është shumë e keq, sepse tani këto gjëra që bën ai, po sikur mbesa ime të vetë vrasi vetën nga këto gjëra. Çfarë i bëhet pastaj? I bie që fillojnë të vrasin njëri tjetrin pastaj, se kështu vetë kjo punë, po nuk u zgjidh. Se ai vazhdon akoma për atë një avaz ka. Sa i mirë, por policia greke ende nuk ka arritur të identifikojë qoftë dhe një person, a ka të arrestuar për këtë ngjarje, për mbesën tuaj? Akoma, deri tani akoma. Akoma nuk ka asnjë person. Deri tani. I qartë, dhe ti si një xhaxha? Çdo person i njeh vetëm djali, ai i njeh të gjithë. Se në momentin që i dërgojmë video të mbesës tim me fotografi, i bie që ai ka kontakte me njerëzit. Edhe bie që ai e ka çuar vetë në dorë të veta. Kështu është. Por ai përpara vllai tuaj, babai të vajzës, i ka mohuar të gjitha. Po, i ka mohuar, po. Por sipas atij, këto video si kishin ardhur në celular? Këta persona nga e dini që ishte i dashur i vajzës? Po, e dishin. Nuk e di se nga e dishin. Nuk e di me ke persona ka të bëj kyja, se unë nuk e njoh personalisht që të them qa njeriu është. Por në momentin që i dërgojnë, ai dihet që i ka çdo gjë. Çdo gjë. Se i dërgon na për familjarëve të mi, i dërgon shumë gjëra. Edhe mesazhe kërcënuese. Tani edhe je gabim edhe të kërcënojnë, i bie çik si keq kjo gjë. Pra, përpos gjithë kësaj gjëje që ka ndodhur, ky person vazhdon të kërcënojë ju si familjar me ato foto dhe video që janë të rënda për një baba, për një nën, për një xhaxha, për një vlla, për një kushurir të shikoj ato skena të tmerrshme, se si abuzohet një 17 vjeçare. Po, është e vërtet. Është. Ti nuk e ke njohur të dashurin e mbesës dhe nuk e folur asnjëherë. I e shkruar me mesazhe? Një herë vetëm jam shkruar me atë, duke lozur rolin se ishte i fortë. Tani, për të fortë, na për telefona nuk do bëjmë, edhe nga afër tani, po se gjeti drejtësia tani, se unë kam mbesë. Tani, mbesën nuk e lej, sikur gjallë në botë, çdo që ndodhi. Edhe burg tjetë për të bërë për mbesën do bëj edhe burg. Edhe për të vrarë tjetë për mbesën do bëj për të vrarë, sepse është një 17 vjeçare, nuk është diçka e lehtë, është diçka shumë e rëndë. Unë e kuptoj që je shumë i irrituar dhe të dhëm shpirti, por lëria drejtësisë. Jo vetë. Drejtësia, për momentin unë ja kam lënë drejtësisë deri tani. Tani ai sot që unë dhutja dias për drejtësinë, jo është më e keqja. Po s'mori masa tani edhe shteti, i bie tani të marrin masa vetë familjarët.
me familjar. Se nuk kemë ndryshim, nuk ke ndryshim tjetër. Por kur ti shkruajte dhe shkëmbeve mesazhe me personin në fjalë, me të dashurin e Besës, çfarë të tha dhe çfarë i the? Me tha për një takim, i thash po, me lem një takim, pastaj më fillove me çfarë, prap nuk i përgjigja me çfarë, i përgjigja fol mirë i thash, sepse jemi njerëz. Nuk foli mirë, fillova dhe nga nervat e sirve, po e shasha, po i thosha sa fjalë, si shpon fliste. Pastaj me dërgon një video, duke parë Besën time, qatë shikoje, aty më e fson syt fare atë moment, se ta kisha në atë moment, nuk e di as vetë se çfarë do bëja. Edhe pastaj u lodha duke shkruar, duke personuar, duke më folur budalliqe për Besën. Edhe i futa një blok pastaj, nuk ashtu, ja bllokova komplet. Nuk po duroja dot më. E bllokova. Nuk kisha më nerva që të lexoja mesazhet që më shkonte, dërgonte fotografi e video. Opa. Por Besën tuaj vazhdon ta shqetësoj ende edhe pse ajo është në Shqipëri? Jo, nuk vazhdon sepse Besa nuk ka as telefon. Por më nuk i kemi lënë telefon Besës. Dhe keni Kam dhe frikë për Besën që të ketë telefon dorë, sepse të shikoj dhe ato gjëra që poston. Kupton, edhe nuk e di se çfarë mund ndodhi me Besën. Nuk e di se ajo ton ke familjarët e mi, atje është nena dhe gjyshi vet. Kupton, ato nuk mund bëjnë diçka për shembull. Ku din ti vjen mbrapa Besës, çfarë do bëjë Besa? Në momentin që mund shikoj këtilla gjëra, Besa nuk e di çfarë mund bëj. Është e vogël nga turpi, nga çdo gjë. Shikoj veten nga ato gjëra. Pra, ajo nuk është në dieni që është xhiruar dhe këto foto dhe video janë shpërndarë në internet. Jo, nuk është në dieni akoma. Nuk është në dieni. Duhet denoncuar menjëherë personi i cili shpërndan këto foto dhe këto video janë shumë të rënda dhe këta persona duhet të jenë pas burgut, pas hekurave. Është e turpshme ta abuzosh një 17 vjeçare. Ta drogosh dhe t'i shkatërosh jetën. Tani një 17 vjeçare, tani është gjë masakër kjo. Sepse nuk e di, jam shumë i shokuar nga kjo gjë. Nuk e di çfarë, për momentin ja kam lënë shtetin në dorë. Në momentin, po nuk e zgjidhi shteti sa më shpejt të pjesë të punë, apo do marr masat vet pastaj, nuk kam çfarë të bëj tjetër. Unë e kam Besë, nuk e kam... Edhe një i ujtë të ishte, ndodhe të jetë në këto tilla gjërash, prapë do pesha diçka. Jo Besa ime më. Sajmir, unë jam i sigurt që personi në fjalë që ti akuzove ditën e sotme mund ta ndjeki këtë live, dhe nëse nuk e ndjek do e njoftojnë. Live-et e mia ndiqen, sidomos në Greqi, aty ku jetojnë shqiptarët. Kërkon ti përcjellësh një mesazh? Mesazh. I kërkoj që të ndaloj me tilla gjëra se nuk janë gjëra të mira, por në qoftë se vazhdon, nuk e di çfarë them tjetër. E di vetë pastaj. E di vetë, kaq, asnjë më shumë. Na le qetësinë tonë, se kemi hallet tona. Asnjë më shumë. Pastaj veproj si doj. Nëse historia është e vërtet, kështu siç ti e rrëfeve ditën e sotme këtu në live me Odetën, dhe unë dua t'i bëj një thirrje këtij 28 vjeçari, nëse është duke na ndjekur, ai pas ka një motor, ka nën, ta kthej një thikën nga vetja dhe të stopoj me ato foto, me ato video të rënda që ti postoj në rrjetet të ndryshme sociale, në TikTok, në Facebook, në Instagram, për t'i injoruar dhe për t'i njollosur figurën e një 17 vjeçare të pafajshme. Çfarëdo që mund ketë bërë një 17 vjeçare, që mund t'i larguar dhe me dëshirën e saj, është vetëm fëmijë. Dhe uroj dhe shpresoj që ai ta marrë këtë mesazh, ta lërë të qetë, ajo ka nevojë për psikolog, është e rënduar gjendja e saj psikologjike, ashtu siç e tha dhe Xhaxhai që nëse një ditë ajo do të shikojë ato foto, ato video, gjendja e saj mund të rëndohet. Por nëse ai vërtet i bën këto gjëra dhe zbulohet, duhet ta kuptojë që një denoncim i kushton shumë dhe ai mund të jetë pas hekurave. Dhe në Shqipëri sa i mirë, po merren masa goxha të rënda dhe është shumë mirë bëjnë për të gjithë personat që shpërndajnë foto dhe video duke kërcënuar
Pas hekurave du t'jenë këta persona? E meritojnë të gjë, meritojnë tilla personash, meritojnë jo pas hekura, po meritojnë shumë gjëra. Tilla që bëjnë këto gjëra, tilla personash nuk e di sepse nga njëri vazhdon tjetri, edhe nuk besoj se nuk I kanë parasysh fare çdo gjë që bëhet. Edhe në burg përfundojnë prapë të dalin të bëjnë prapë njëjtash gjëra, sepse kanë ndodhur shumë raste që edhe në burg kanë bënë në një vit, 2 vjet edhe kanë dalur prapë, edhe prapë kanë vazhduar, dhe prapë janë futur në burg. Nuk e di çfarë bëhet me këto njerëz smurën, se këto unë I quaj njerëz smurën, nuk I quaj njerëz normal. A kupton? Ju keni bërë shumë mirë që vajzës I keni ndruar ambient, e keni hequr nga Greqia, nga Selaniku, aty ajo ka gjitha ato kujtime të këqija, e keni ndruar ambient dhe e keni sjellë në vendlindje në Shqipëri. Duhet të kujdeseni për një psikolog për vajzën, ndoshta t'i rikthehet shkollës apo të ketë në një kurs të dali të aktivizohet, që gjendja e saj të përmirësohet. Uroj të bëhet më e mira për atë vajzë dhe uroj që ky person që ti denoncove ditën e sotme të reagoj dhe të kuptoj se çfarë po bën. Nëse në të tilla situata ne gjithë një thikën do e kthejmë nga vetja jonë, atëherë do e kuptojmë dhe tjetrin dhe uroj që ky person të na dëgjojë ditën e sotme. Inshallah, ashtu qoftë. Na dëgjoj se nuk di se çfarë do të bëj gjë tjetër pastaj, nuk e di. Të lutem. Lërja drejtësisë dhe mos t'i japi mesazhe të rënda I dashur Sajmir. Unë të falenderoj që të pata sot në këtë lidhje. Falenderoj dhe unë gjithashtu. Të falenderoj që bëre këtë denoncim. Do të jemi bashkë në kontakt dhe me zemër. Lutem që ajo 17 vjeçare të jetë e lumtur. Shumë faleminderit nga ju. Të përshëndes Sajmir nga Tirana. Përshëndes do. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Ju falenderoj të gjithëve që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Dërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me ju me këto histori njerëzore, histori reale, vërtet histori të dhimbshme, siç ishte historia e kësaj 17 vjeçare që urojmë të bëhet më e mira për të. Mirë, takojmë nesër me historinë e radhës. Mirupafshim.